Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 23 tetor 2025. Jemi në ditën e Jupiterit. Ndikimet e kësaj dite janë të përzierë. Kemi dhe fillimin e stinës së Akrepit dhe kjo intensifikon në mënyrë të dukshme gjithçka. Vazhdojmë që të jemi edhe në ndikimin e këndit negativ midis Diellit dhe Plutonit, prandaj dhe këshillangelet e njëjtë si dhe dje, duhet jemi të kontrolluar, të mos marrim vendime të nxituara, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për reagimet, qoftë se na duhet patjetër që të krijojmë diçka të re apo të bëjmë diçka që është jashtë rutinës tonë, do të këshilloj që të marrim edhe mendimin e të tjerëve. Kësaj dite duhet të ndihmojmë dhe të mbështesim edhe njëri tjetrin, por gjithmonë pa e tepruar, pra pa uzauruar në maksimum energjitë tonë. Kjo është një ditë që do të ketë edhe mbështetjen e disa nga planeteve. Më e rëndësishme prej tyre është Jupiteri, drejtuesi i ditës, i cili do të mbështesë vërtet shumë rritjen e mirëqenies të shëndetit fizik. Mund të kemi shkarkime emocionale, të cilat pa kontrolluara mund të na shtyjnë në veprime të nxituara, por nga ana tjetër do të kemi edhe një ulje të dukshme të tyrësisë që kemi ndier deri në këtë moment tek sistemi jon nervor. Prandaj edhe gjatë kësaj dite do të këshilloj që të qëndrojmë të qetë në ambiente dhe me njerëz të cilët na bëjnë që ndihemi të sigurt dhe të kuptuar. Kjo do të ndihmojë në mënyrë të dukshme moralin ton, që do të përkthehet edhe në një shëndet psikologjik vërtet shumë më të lartë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.